وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i ju lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai i cili na boni nasip të takojmë kësaj feje dhe të lindemi musliman, pra i lutemi që të na mundëson të jetojmë si musliman, e të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të na ndriçon jetën e kësaj bote, natën e vorrit dhe urën e saratit, të na lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasip shefatin e pejgamberit, të na bën nasip me pi prej kranit të qautherit, të na zbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira, pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasip na boft. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Për atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë që muslimanëve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me fuqinë e vet mbar muslimanët prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatërron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasip të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, në hijen e ajetit që lexova para jush do të inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na i kompenson. Ajetin që lexoj para jush ka të bëjë me dashurinë ndaj Allahut Dhul Gjelal dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimani nuk guxon të don diçka më tepër se Allahun dhe pejgamberin. Dhe këto duhet ta kuptojmë prej njeriut në vepra. Pra ai njeri që e don Allahun e beson dhe kur se mohon, dhe Allahut shirk nuk i bën, urdhrat e Allahut i zbaton e kurse si nuk e kundërshton. Pra këtu shifet dashuria ndaj Allahut Dhul Gjelal. Dhe dashuria ndaj Allahut, o vëllezër të dashur, nuk është në fjalë, nuk është në thënie, po ajo është në mbrendinë e zemrës. Pra dashuria ka të bëjë me zemër, e zemra pastaj i urdhënon pjesët tjera të trupit që t'i zbatojnë urdhrat e Allahut Dhul Gjelal dhe të largohen nga ndalimet e tij. Pra zemra është e mbreti, ndërsa pjesët tjera janë ushtarët. Pra ato që donë zemra mbrenda, që ato e bëjnë edhe pjesët e trupit. Prandaj dikush prej neve thot, unë e kam zemrën e mirë. Ai që ka zemrën e mirë duhet t'i bëjë edhe punët të mira.
Nëse punët i ban të këqija, e thot zemrën e kanë të mirë, ai ka gënje dhe ka re, se nuk është e vërtet. Se sikur ta kish zemrën e mirë, do t'i bante edhe punët të mira. Pra kjo është ligji që gjukon në mes të atij që është i drejtë dhe atij që mbashtron vetë. Pra, çka thot Allahu Dhul Xhelal për zemrën e mirë? Pra, ne shpesh e përmendim ato dhe e themi, atë ditë që nuk ka dobi prej pasurisë, as prej fëmisë, pra prej mallit as e vladit, me përjashtim dobia do të jetë nga zemra e pastër. E cila është e zemra e pastër? I thonë kalbun selim. Kalbi selim, çka do të thotë? Zemër e garantuar, zemër e shëndosh. Në atë zemër që nuk ka as shirk, pra idhujtari, në atë zemër që muslimani nuk i lutet që tërkuj për punët të cilat i takojnë Allahu Dhul Xhelal. Kësa i thojmë o vëllezër të dashur, shirk. Pra shirkin duhet ta kuptojmë çka do të thotë. Shirk do të thotë me ju lut dikuj tjetër pos Allahut për punët të cilat janë kompetencat e Allahut. Pra, kush jep evlat përveç Allahu Dhul Xhelal? Yehebu limen yasha'u inathan wa yehebu limen yasha'u dhukuran wa yuzawwiju man yasha'u dhukuran inathan wa dhukura wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kjo është ligji i Allahu Dhul Xhelal për të cilin ai ka gjykuar. Shirku pra është ajo punë të cilën Allahu Dhul Xhelal nuk e fal. Yehebu limen yasha'u inathan wa yehebu limen yasha'u dhukuran wa yuzawwiju man yasha'u inathan wa dhukuran wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kjo është ndorë të Allahu Dhul Xhelal. I jep evlat, vajza atij që don ai, ja dhuron vajza. Dhurat. Allahu Dhul Xhelal thotë yehebu, ja dhuron. Dhe të llogarisim dhurat. I dhuron atij që don vajza, i dhuron atij që don djalë, i dhuron atij që don edhe vajza, edhe djem. Atij që don ai e ka pa për të mirën e tij, nuk i jep hiç evlat. Kjo është ndorë të Allahu Dhul Xhelal. Pra ajo që është më e mirë është ajo për të cilën Allahu Dhul Xhelal për ty ka gjykuar. Njëri thot valla nuk dihet ku është hajri. Thash dihet hajri ku është. Ku është hajri? Hajri është në qatë punë që e ka zgjedhë Allahu Dhul Xhelal. Dhe ti nuk guxon me lip për që tërkuj ato që Allahu Dhul Xhelal se ka dhonë. Nuk është tema këtu, por duhet të dalim prej asaj që tham zemra e pastër nga shirku. Zemra e pastër nga riaja. Ria i thonë e ban muslimoni një punë, ama ka qift ta lavdrojnë. Kësa i thonë ria. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është e shirku i msheft. Riaja, pra ajo të cilën e bën për sy e faqe, nuk e bën për hir të Allahut, e bën që ta lavdrojnë njerëzit. Kur e bën një punë të mirë, nëse e kanë pa njerëzit, ai kënaqet dhe flen rahat. Pse? E bona, ama e morën vesh se kush e boni. Ai që e bën për Allahu Dhul Xhelal e mbulon, mundohet ta mbulon, por nëse zbulohet, nuk ka problem. I thanë ja Rasulullah, çka nëse një njeri e bën një punë të mirë dhe e lavdron njerëzit? Tha nuk më varet prej asaj, a e lavdrën as e lavdrën. Më varet prej zemrës ati, a don të lavdrën njerëzit, apo don të alone për Allahun Dhul Xhelal. Jo, zemra e ti don për Allah, po njerëzit e lavdrën, nuk i prish punë. Pra riaja, ajo e cila bëhet për sy e faqe, e njullos zemrën. Pastaj zemrën çka e njullos? Hajnia ndaj njerëzive, xhelozia, subhanallah. Ajo zemra kalbi selim, është zemra e pastër, që si le vend as shirkut, as rias, as xhelozis, as hajnis, as idhnimit. Subhanallah. Kështu e mban zemrën e pastër. Asaj thon kalbi selim, zemra e pastër e garantuar, e shëndosh, pa kur farnjolle të smundjeve me të cilat bohen mubtela njerëzit. Pra çka është zemra? Zemra është kalb. Arabisht i thon kalb. Pse i thon kalb? Se rrotullon shpejt. Subhanallah. Zemra e njeriut shpesh rrotullohet, shpesh ndryshon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, zemra e njeriut ndryshon sikur vala në tenxhere ose në kazon që vlon, çashtu edhe zemra lëviz. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga lutjet e tij të shpeshta ishte që e bonte Allahumma ya mukallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte o Zot, o ti që i ndryshon zemrat, mos lejo zemrat tona të ndryshojnë dhe të luhaten. Thabbit qulubana ala dinik.
na i bën zemrat tona të përqëndrueshme në dinin tonë. Pra inshallah Allahu na i forcon zemrat tona në fenë e Allahut. E nuk luhaten zemrat tona në ndonjë punë që nuk i ka hije. Pra vëllezër të dashur, shikja zemra, çfarë komandanti është, çfarë mbreti është. Dhe çfarë lidhshmërie kanë pjesët tjera të trupit me zemrën. Pra ajo kryesorja është zemra, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ela inna fil jasadi la mutga." Ela inna fil jasadi la mutga. Në trupin e njeriu ka një pjesë mish. Idha salahat il jasadu kullu, wa idha fasadat il jasadu kullu. Kur ajo është e shëndosh, pra është e mirë, krejt pjesët e trupit janë mirë. Nëse ajo prishen edhe qerët. Çka do të thot? Pra zemra kur është mirë, syni shiqon halal, ndalet prej haramit. Kur zemra është e mirë, veshi nuk ndëgjon haram, ikën prej haramit. Kur zemra është e mirë, dora nuk prek në haram. Kur zemra është e mirë, kamba nuk shkel në haram. Pra ajo është komandanti këto në ushtarët. Pra prej mrenda i funksionon zemra prej mrenda dhe ja ndalën detyrat. Lidhje me trunin ka, pra lidhje me trunin. Ti e shef një njeri, që ta ka bo një të mirë, ti e shef me sy. Kur e shefat që ta ka bo të mirën, me një herë syni ja jep trunit. Truni e kupton, ja përcjell zemrës dhe ti e don ato. Po kur e shef syni, një njeri që ta ka bo një të keqe, ja jep trunit. Truni me një herë ja jep zemrës, zemra thot ani fali qoft. Subhanallah. E kjo është zemra e pastër që të mirën e jep me një herë urdhën të punën, atë këqijet e ndalën, thot ani e ka bo për vete. Prandaj ka qenë një njeri prej të mirëve, prej ulemave të urtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo është prej xhenetlive. Tani e pyetën, i thanë, me çka e ke fitu xhenetin? Tha, unë nuk bi të flej, po para se të flej, ja u boj halal njerëzive gjithë ditën çka kanë bo me mu. Ja u boj halal. Nëse do njoni më ka përgoju, do njoni më ka akuzu, më ka marrë në përgoj, ai qitri më ka shkel arën, ai qitri më ka pengu diçka tjetër, unë para se të flej thom, o Zot, çka kanë njerëzit me mu, unë halal va kom bo. Pastaj kur ngrihem mëngjes thom, o Zot, nëse mrenda natës dikush më ka hindër hak, halal ja kom bo. Pse nuk i lov vend zemrës time që të jese e ashpër ndaj njerëzive, se kur ta fusat keqen mrenda, tani mendoj, ma ka bo keqen po, e tash unë si ti hak merem ati, nuk flej gjithë natën. Pra, sa të ri pa gjumë gjithë natën, tu me ndu si t'ja marr hakun, unë ja boj halal dhe flej rahat. Edhe në ditë mahsherit jom rahat, elhamdulillah. Pra zemra e pastër, zemra e mirë. Rahat në dunjo, rahat në ahiret. Rahat gjumin, rahat të dhori, rahat në gjennet. Pse? Jo ka bo halal të njerëzive tjera. Pra, kombinimi ose raporti në mes kësaj pjesë të mishit, e cila e ka emrin zemër, pra kjo është kryesorja, i urdhnon pjesët tjera të trupit. Pra dashunia e Allahut dhul xhelal, ku e ka vendin? Dashunia ndaj Allahut e ka vendin në zemër. Kur e don Allahun një njeri, e përmenden shpesh. Kur e don Allahun, ku e dim se e don Allahun një njeri? E dim se ai shpesh e përmenden Allahun dhul xhelal. Ku e dim nëse e don Allahun, se i zbaton urdhrat. Ku e dim se e don Allahun, se largohet prej harameve. Pra, a pa tjetër e kemi ta dum Allahun, shu të ndalemi. Ta dum Allahun a bashk. Ne përmendesh Allahun krejt, shu themi e don, po të ndalemi me vetveten, pak ta korrigjojmë vetveten. Pyetje ti bëjmë vetes, o filan, a e don ti Allahun? Po more du. Mirë, a e ke fal sabahin? Jo, se ne kom fal. Ngele, dobet. A e ke rujt gjuhën gjithë ditën? Po e kam rujt, elhamdulillah. Jo, se ne rujt gjuhën, ama e du Allahun. Jo, se ai që e don dikend, nuk folen keq për ato që ai i don. Ti kur ta dush dikend, për familjen e ti nuk fol keq, për dashamirët e ti nuk fol keq. E Allahu dhul xhelal i don njerëzit, prandaj ti si të folish keq, ke fol keq për ato të cilët i don Allahu, pra ti nuk e don Allahun. Po argumenti që Allahu i don njerëzit, argumente plot. Se Allahu dhul xhelal sikur të mos i donte njerëzit, nuk i ushqente, nuk ju jepte të mira. Merre pra kështu, merre një fletore, vinja një vi për midisi, kështu për gjys, për zgati,
edhe shkruaj nga ana e djathtë, shkruaj të mirat e Allahut dhul xhelal. Merre një fletor dhe shkruaj bismillah, Allahu dhul xhelal më dha sy, Allahu dhul xhelal më dha vesh, Allahu dhul xhelal më dha mend, Allahu dhul xhelal më dha shëndet, Allahu dhul xhelal më dha pasuri. Edhe renditi, nëse mund të renditish. Pra, Allahu dhul xhelal më dha të gjitha këto të mira. Edhe i shkruan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju doni ti përmendni të mirat e Allahut, nuk mund t'i numëroni. Atë në të panumërta. Po më e mira e të mirave cila është? Shikjo Allahu dhul xhelal në Kur'an kur ja përmenden pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mirat, shikjo si radhit. Thot alam yajidka yatiman fa'ava. Allahu dhul xhelal ti ishe jetim, pa ai mandej të dha familje normal, a? O wajadaka dalan fahda. Pastaj të gjeti të humbur që nuk kishe pejgamberllëk, Allahu dhul xhelal të udhëzoi të dha pejgamberllëkun, a? Kur ja përmend të mirat tjera, thot fa amma al-yatima fala takhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Yetimin mos e merr në përkam, fukaran mos e kthe prap. Kur vjen te hidayeti thot wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ni'metet e Allahut dhul xhelal përmendi. Ni'metet e Allahut përmendi. Cila është tu ni'meti? A di cili është ai? Ajo që Allahu dhul xhelal thot el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. El yawma akmaltu lakum dinakum. Sot ja u plotsova dinin e juaj, wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe morën fund mirat e mia, pra me plotësimin e dinit. Pra ai njeri që e ka dinin e plot, ai ka të mira të panumërta, dhe ajo është më e mira e të mirave që Allahu dhul xhelal ti të ka dhuru Islamin. Allahu dhul xhelal të ka bë pjesëtar të kësaj feje të bukur, të bekuar, pra t'ja dish shiqirin Allahu dhul xhelal, se Allahu dhul xhelal të ka dash. A don ta dish se të ka dash, të ka udhëzuar në Islam. O vllai dashur, ne dikujt me i dhon diçka, me ia dhon hedije, e mba mend dhe i bëhet qefi. E sa hedije, sa dhuratat ka dhonë Allahu dhul xhelal. Kur ulesh në sofër, a i shef dhuratat? Kur hinë në shtëpi tënde, a i shef të mirat? A ke mundësi ti numërosh? A më njoni më njerë, thot, ka dal veti kam fitu. Këtu tash has sharra ngosht. Thot, veti kam fitu. Me çka i fitove be? Me krahët e mi, me punë. Pash zotin, për këto krahë kusht i dha, o vllai dash? Pa trunin atë menden kusht ta dha? Pa të këmë që ti udhton e shëtit gjithë botën, kusht i dha? Atë mençuri, kusht ta dha dhurat? Pra e gjithë kjo është dhurat e Allahu dhul xhelal. Muslimanët e përparshëm o vëllezër të dashur, shumë e kanë dash Allahu dhul xhelal, edhe kur s'kan qenë mirë sikur ne. Njëri prej muslimanëve e ka pas emrin Urwet bin Zubair, ka qenë i Esmas radiallahu anha, pra ka qenë nipi Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ki Urve kishte dy djemë, dy evlat. E mori rrugën me njënin djalë dhe shkojnë në Sham. Kur mbritin në Sham, atje djali të lujt nga të kalit, ja shkeli kalin në vend. E vorrosi djalin në gurbeta, dje largë vend lindjes, pra prej Medines në Sham e vorrosi djalin. Tha elhamdulillah o Zot, mi ke dhon dy, njënin ma ke dhon, njënin ma ke marr, njënin ma ke lan. Elhamdulillah. Kështu i tha Allahu dhul xhelal. O Zot, tim ke dhon dy, tha njënin ma ke marr, njënin ma ke lan. Elhamdulillah. Nesrët filloi t'i dhem këmba. Mbas 2 ditëve mjekët thanë këmba yte duhet të pritet, se nuk ka shërim. Ani tha, po si ta presim këmbën? Tha s'ka rrugdalje tjetër, vetëm kur t'hin namaz çatëherë çka doni bani. Kur t'hin namaz, e sidomos ta kur t'bin sejdë, ju krijni punën e juaj. Ai ra në sejdë duke thonë subhana rabbiyal ala, i than tamam mo. Tha ju e keni bë tamam, po unë se kam bë ala. Ju e keni, ato i thanë u kri punë, e prem këmbën. Tha ju e keni kri, po unë se kam kri. Hala se kam kri zikrin me Allahun dhul xhelal, e boni namazin tamam. Tani tha, ma bini këmbën kënde. Ja dhan këmbën dorë shiqoj. Tha oj këma ime, bën ispat para Allahu dhul xhelal, se unë me ty nuk kam hec për ndonjë gjuna. Në haram s'kam shku. Tha në haram nuk kam shku. Pastaj u drejtu tha o Zot, ti më ke dhënë di duar dhe di këmbë. Pra mi ke lënë di duar dhe një këmbë, ma ke marr vetëm njënën. Elhamdulillah. Prap elhamdulillah. Ahmed ibn Hanbeli rahimahullah, duke bë tavaf, e ndëgjonte një zan vinke prej nga Qabes. Një njeri me qajt me lutë të Allahun dhul xhelal dhe bënte zikr.
u afru afër ta ndëgjon çfarë lutje, kur e pa, ki njeriu vëllai dashur, ishte mbështet për murin e Ka'bes, pa sy, pa duar, pa këmbë. E kishin mbështet për murin e Ka'bes, bën zikr, bën dua, lexon Kur'an, përmend Allahun. Kur e pa tha ta shoh, subhanallah, ai lutet Allahu dhul xhelal për sy, çka ktheje, apo i lutet për duar apo për këmbë, për çka i lutet ki? Kur afru, ai nuk i lut te Allahut për diçka, po e falenderon te Allahun. Thonte elhamdulillah o Zot, mjeri unë që sa të falenderoj sa duhet për ty. U afru Ahmed ibn Hanbeli, ka qenë një alim për ulemove, ndëgjë kështu me vëmendje tha, pastaj o vëllai dashur, selam aleikum, aleikum selam. Tha, a bën të më kallëzosh, për çka i bën hamd Allahut ti? Për çka i bën shqyr Allahut? Do më thonë, çfarë të mirë ke ti, për çka? Sy, për syt jo, s'ke sy. Për duart, elhamdulillah, duar s'ki. Për këmbët, s'ki këmbë, të kanë pru njerëzit tu të kanë lënë. Tha, për çka i bën hamd Allahut dhul xhelal? Tha, ik larg, mos më angazho, tha, prej zikri. Mos himbe vëllai ndërmjet mua dhe Allahut. Pse më pengon? Subhanallah. Tha, por i Zotit, a bën të më kallëzosh? Atëherë për zani e hetoj, tha, a Imam Ahmedi e tia? Se e njifte kështu, e njifte po se shifte, veç e dite, dhaj, për zani e hetoj. Tha, Imam Ahmedia? Tha, po, tha, më falë, se mendova dikush tjetër. Po pse Imam pyet për çka i bëj falender Allahut? Po i bëj falender Allahut që në zemrën time ka shti dashurit Allahut. Në zemrën tim ka afru dashurit Allahut. Elhamdulillah, pra ai njeri që ka dashurinë e Allahut në zemër, këto gjëra pak vlen para ato. Ai njeri që Allahu dhul xhelal nuk ja ka fut dashurinë në zemrën e tij, se ai nuk e ka lip, nuk është boll kur nisen. Kretë dënjohë me qenë ti, nuk është boll. Pse? Është e shprazët prej dashurisë Allahu dhul xhelal. Pra Allahu dhul xhelal i don të gjithë njerëzit. Mirë, a i don edhe çato që i jep smundje? Po i don. A i don edhe çata të cilëve nuk i jep evlat? A i don edhe ato më shumë? A nuk i don edhe fukarat? Të gjithë i don. Të gjithë i don. Muhammed Iqbali, rahimahullah, kështu ka thonë një fjalë. Ka thonë, çokoladat e amla janë për fëmijët. A ilaçi i idhët është për të mëdhejt. Pra i madhi e pin ilaçin e idhët duke ditë se ajo është ilaç, pret shërim, pret si sebeb për shërim. A fëmiu, ajo don çokoladën, ati e ka si qa që dinaj. Pra vëllai dashur, ato pelinet e dunjas janë për njerëzit e mëdhej. Allahu dhul xhelal i sprovon. Allahu dhul xhelal e sprovon njeriu në dunjë që t'ja kompenzon në ahiret. Prandaj, edhe ato që e sprovon e don. Pse e sprovon? E sprovon t'ja laje gjunahet të hijen xhenet bi gajri hisab, pa u llogarit hiç. A ditë që njeriu do t'i harron të këqijat e dunjos, edhe të mirat e dunjos, Allahu dhul xhelal e përgatit. Pra, një shembull tjetër ta bim, ai profesori simbas studentit çashtu jep edhe provimin. Pse? Që të jape notën sa më të lartë. Baba që e don fëmin, e çon në shkollë, pasti e çon edhe në kurs, e çon edhe në mektep, e angazhon, ai fëmia si fëmijë nuk e din, e di çka thot? Ki baba jem hiç mu së mdo. Shikja baba i filanit, e le rahatësi vin për shkollë, e hudh çantën e lun sokak gjithë ditën. Ai ma shumë e don. Sipas fëmijit, çashtu duhet me desh, ha? Mes me ngarku. Ama ai baba e din më mirë se cila është më mirë. A me lon sokak edhe me bret, me lut e me bë probleme, apo me angazhu me mësim, me Kur'an, me kurs, me anglisht, me kompjuter, se ki e don. Pse e don e ngarkon? Pse e don e sprovon? Pra Allahu dhul xhelal, atë njeri që e kalon onave. Na thomi pa, që e be vlla filanin Allahu dhul xhelal gjithat pasuria ka dhon e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, Allahu dhul xhelal pasurinë ja jep atij që e don dhe atij që se don, por dinin dhe dashninë e Allahut nuk ja jep veç atij që e don. Pra dinin e Allahut ja jep atij që e don. A pasurinë e dunjos, shëndetin, ajo ka dhon edhe qafirave. A i don qafirat, po mor i don, subhanallah, edhe ato i don, po ai to mos i don, nuk i jep të asë riska, asë vlatas, punas, puksuza, po i don edhe ato, po nuk i don punët e tine, nuk e don shirkun, nuk e don kufrin, nuk e don gjunahin, asi njeri e don. Allahu dhul xhelal e don edhe atë, Allahu dhul xhelal e don edhe atë që s'është muslimon, po kufrin e ti nuk e don, gjunahin e ti nuk e don, pra punët e këqija të ti nuk i don. Allahu dhul xhelal çka thot në Kur'an,
a don Allahu dhul xhelal, i don, çka don? Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i don bamirësit bujarët. Inna Allaha yuhibbus sabirin. Allahu i don durimtarët. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu i don ato që mbështeten. Inna Allahu yuhibbul muqsitin. Allahu i don ato të mirët. Inna Allaha yuhibbut tawabin. Allahu i don ato që pendohen. Inna Allaha yuhibbul mutatahhirin. I don ato që pastrohen. Pra këto janë ato që i don. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allahu nuk i don ata që bëjnë keq. Inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allahu nuk i don kafirat. Inna Allaha la yuhibbuz zalimin. Allahu nuk i don zullumqtarët. Pra nuk i don punët e tine, ndërsa ato si njerëz i don, se të mos i donte nuk i jepte një pikë ujë ta pinë. Ja ndalte dhe usos puna. Pra Allahu dhul xhelal i don të mirët me punët e veta të mira. Të këqijt nuk i don, punët e tine të këqija nuk i don. Pra vëllezër të dashur, dashuria të cilën e shpreh Allahu dhul xhelal ndaj neve, ajo shumë e madhe. Nuk bëhet pyetje. Pyetja bëhet kjo: ne e dum Allahun? E këtu tashti. Ne e dum Allahun. Ato të mirat kur i radhitëm në anën e fletores, në rregull. Këndem keton tashti. Ti e don Allahun, po, duhet ta dush se gjithë të mirat që ti ka dhuru pa numër. E tashti, a e fale sabahin, a e dha zeqatin, a e respektove prindin, a e dashte kojshin, a e ndihmove fukaran, a e rujte synin prej haramit, a e rujte veshin prej haramit, a e pastrove zemrën prej të këqijave në këton. Si të mbushet edhe kjon, elhamdulillah. A më kjon atjetër jetë shprast. A e fale sabahin, a e fale namazin, sharkoli, a e dha zeqatin, një mot po, një mot jo. A e don kojshin, e du si të mboje mira, mos si të mboje keq, ja kthej edhe unë, nuk jam budal. Ha, subhanallah. A e don prindin, e du, ama si të bojë aj si du, unë e du, ama jo si do naj. E subhanallah. A e rujt e sinin, e rujt, ama jo bashkrejt. A e rujt e vesh, a e ki zemrën e pastër, subhanallah. Pra vëllezër të dashur, për me dash Allahun dhul xhelal është obligim fars i domosdoshëm. Se ai që nuk e don Allahun nuk e respekton, dhe e keqja është nëse Allahun dikush nuk e don. Pra Allahu dhul xhelal kur e don dikun, shenjat e duan Allahu dhul xhelal, një prej shenjave është Allahu dhul xhelal kur e don dikend ja mëson dinin. Men yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Si ta dush fen dhe duan ta mësosh dinin e Allahut, dije se është shenjë alamet se Allahu të don. Pastaj kur dikont e don Allahu dhul xhelal, ai bëhet bamirës, ju ndihmon njerëzive. Një njeri që ju ndihmon njerëzive, elhamdulillah e don Allahu dhul xhelal, ama jo veç ju ndihmon njerëzive. Se këtu mashtrohen të njerëz, thotë unë e bëj mirë, edhe pse s'falem, ju ndihmoj njerëzive. Jo ashtu jo, e para. Pastaj kur e don Allahu dhul xhelal dikon tjetër, e sprovon, edhe ai duron. Pra këto janë do shenja, disa raporte të cilat duhet t'i posedojë muslimani, e pastaj Allahu dhul xhelal gjykon për ata të cilët nuk e dojnë Allahun. Sa duhet me desh? Sa duhet me desh Allahun dhul xhelal? Ma shumë se prindërit. Kul in kana abaukum, ma shumë se prindërit. Wa abnaukum, ma shumë se vlladi. Wa ikhwanukum, ma shumë se vllaznia. Wa azwajukum, ma shumë se gruaja. Wa ashiratukum, ma shumë se familja. Wa amwalun iktaraftumuha, ma shumë se pasuria të cilën e ke fituar me xhers. Wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratan takhshawna kasadaha, tregtia ose detyra, vazifja, posti. Dikush ma shumë e don postin se sa Allahu dhul xhelal. Dikush ma shumë e don banesën se Allahu dhul xhelal. Dikush ma shumë e don bashkëshorten se Allahu dhul xhelal. Këtu a dikush fjalë o vëllezër të dashur, që të mos habitemi, të mos hutohemi, nuk do të thotë se këto gjëra nuk duhet me i dash. Duhet me dash prindët e vladin e bashkëshorten e farefisnin e kret, to duhet me i dash. Por pyetja është të mos japim përparësi atyre para Allahut dhul xhelal. Të mos japim përparësi asnjënës prej tyre për Allahu dhul xhelal. Pra Allahu dhul xhelal tjesa ajo primare, e para tjesa Allahu dhul xhelal. Pastaj normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dash nipat e vet, i ka dash ashabët e vet. Hubbibe ileje, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos dashuru mu parfimi mos dashuru. Më ka fut në zemër Allahu dhul xhelal mëshirën ndaj grave. Ka qenë i mëshirshëm. Pas e ka thonë wa ju'ilat qurrata ayni fi salat, ama drita e synit mos të bën në namaz. Pra këto i dua, ama atë kryesore në namaz. Pse? Se ati përkushtohem Allahu dhul xhelal. Drita e synit në namaz, pra në lutje në Allahu dhul xhelal.
Allahu dhul Gjelal ka garantu se do të ka njerëz të cilët do të adhunë Allahun dhe Allahu do t'i donë. Yuhibbuhumullahu wa yuhibbuhum fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'alal kafirin adhillatin 'alal mu'minin ose adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Allahu dhul Jalal thot do të ketë njerëz të cilët Allahu do t'i don dhe ato Allahin do ta duan. Ndaj kafirave do të jenë trima dhe të vrasht dhe të ashpër dhe atyre që ju bëjnë zullum. Adhillatin 'alal mu'minin do të jenë të urtë, do të jenë modest ndaj muslimanëve. Ndaj muslimanëve, në akşam do t'ja bëjnë halal krejt atine që i kanë hindër hak ditën. Në sabat do t'ja bëjnë halal krejt atine që i kanë hindër hak natën. Kështu do të jetë, pra adhillatin 'alal mu'minin, këto janë ato të cilët i don Allahu dhe e dun Allahun. Pastaj në një ajet tjetër thot radiyallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun. A di çka do me thonë me kon Allahu i kënaqur me ty? Do të thotë miqdja ma e madhe është që Allahu të jetë i kënaqur me ty. Rabiatul Adevija ka thonë një shirë të vetin që jep me kuptu, se si muslimani duhet të jetë në jetën e vet. Ka thonë lejte ke tahlu wal hayatu marira. Ka thonë o Zot që shka me ty të jem ëmbël, jeta ani sa shahidhur. Wa lejte ke tarda wal anamu gidab. Sikur me ti jem i kënaqur dhe ti me mu i kënaqur ti jesh razi, mbar bota let hidhrohet. Wa lejte alladhi bejni wa bejneke amirun wa bejni wa bejne alamin harabu. Ka thonë unë ti ndrejqi punët me ty, pas më intereson për tjerët. A mo njerëzit e idhnën Allahun dhul Gjelal për të pajtu me dikend. A kjo ka thonë unë du t'jem i pajtuar me Allahun dhe Allahun me mu i pajtuar për njerëzit pak pun. Idha saha min kel viddu fel kullu hejjinun. Ka thonë me ti kur t'je mirë dënjoja është e lehtë. Do me thonë s'ka problem qeter. Wa kullu ledhi fauka turabi turab. Nga se gjdo gjë çka është mbi tokë, ajo nesër bëhet tokë, bëhet dhe. Kush mbetet? Dashuria dhe respektin dhe Allahu dhul Gjelal. Pastaj ka thonë o Zot, shumë njerëz të adhurojnë ty, shumë njerëz të adhurojnë që ato të shpëtojnë prej xhehenemit e ta fitojnë xhenetin. Pra njerëzit që adhurojnë Allahun dhul Gjelal ndahen dy grupe. Disa e kanë me pazardhë. Pse i bën ibadet Allahut dhul Gjelal? Të hiki prej xhenetit ta fitoj xhehenemin, të hiki prej xhehenemit na udhubila ta fitoj xhenetin, pra të shpëtoj prej xhehenemit ta fitoj xhenetin. Kjo është një grup e njerëzve. Ka disa njerëz tjerë nuk e kanë parasysh as xhehenemin as xhenetin, e kanë parasysh rizana Allahu dhul Gjelal. Nga sa i meriton të duhet dhe të adhurohet, edhe sikur të mos kish xhenet, edhe sikur të mos kish xhehenem, a nuk meriton të Allahu dhul Gjelal të adhurohet për të mirat që na i ka dhënë dunjë? Sikur të mos kish xhehenem, a duhet të bëjshim në gjunahe të hidhurojmë Allahun dhul Gjelal? Sikur të mos kish xhenet, a nuk duhet të adhurojmë Allahun dhul Gjelal që ta bëjmë razi për të mirat që na ka dhënë? Pra kështu tha, shumë njerëz të adhurojnë që të shpëtojnë prej xhehenemit dhe ta fitojnë xhenetin. Unë jo o Zot, unë ty të adhuroj veç pse meriton dhe për dashurinë tënde nuk ndroj kur gjë, as me xhenet, as me shpëtim nga xhehenemi. Subhanallah. Pra e dini ju e mbani mend kur një njeri prej kaumit Hazreti Musës kishte punu shumë punë të mira, e pyeti Musa a.s. tha, ja Musa, kur të bisedosh me Allahun dhul Gjelal, bone pyetje për mu kam qef ta di, ku e kam vendin unë në ahiret, ku e kam vendin, në xhehenem anë xhenet, anë xhenet anë xhehenem. Musa a.s. e pyeti Allahun dhul Gjelal, tha o Zot, filon abidi, filon adhurusi që të adhuron shumë, ka qef ta di, ku e ka vendin, anë xhenet anë xhehenem. Allahu dhul Gjelal tha, kallëzoj ati, sa i vendin e ka në xhehenem. A kje kisha adhuru Allahun shumë, ma i miri njerëzive, në atë mes ishte aj, aj që bonte më shumë ibadet ishte aj. Allahu dhul Gjelal tha, lajmëro e Musa, sa ajo është xhehenem li. Kur u kthi Hazreti Musa e pyeti, tha o Musa, a bisedove me Allahun dhul Gjelal? Tha po, problemin tim aja paraqit, a e bone pyetjen që ta dhash? Tha, se di diçka ashtu asaj, tha o Musa, nuk do ishte ti kallëzoje. Tha o Musa, kallëzo drejt pash Zotin. Çka tha Allahu dhul Gjelal për mua, kam qef ta di. Tha vllai dashur, më vin keq, po Allahu dhul Gjelal për ty, me gjithë ibadetin që ban, me gjithë dashnin ti që ke ndaj Allahut, me gjithë respektin që ke ndaj ti, ai për ty ka gjyku se ti je xhehenemli. Tha anë ja Musa, s'ka problem, razi jam, a Allahu don për mua në xhehenem? Tha unë duhet të shkoj në xhehenem, mbasi Allahu është ashtu razi. Nuk ka problem, tha hiç se prishi. Hiç se prishi
qefin e vet. Vazhdoj. Musa alayhis salam tha, o filan, a dhe mo të vazhdojsh të bësh ibadet? Tha, pse o Musa, do ta lëon? Po ti tha në xhehenem se në xhehenem, pse adhuron mo Allahun? Çka të vin mo? Ti në xhehenem je. Ja Musa, unë adhuroj Allahun dhul xhelal pse ai meriton. A kum çon ai është punë e tij? Tha, nuk ndërhihesh problemi i tij. Ai e din më mirë. Ndoshta për me hin në xhehenem për mua është më mirë. Ai e din. Edhe pse unë se du xhehenemin, a mos i don Allahun razijom. Hiç se kundërshtoj. Musa alayhis salam kur u kthi përsëri, kur bisedoi për s'dyti me Allahun dhul xhelal, i mbeti kjo si çudi. Tha, ja Rabbel alamin, tha mund ka befasuar njëri, tha edhe kur e lajmërova se është xhehenem li, ai hiç se prishi vullnetin, hiç se prishi rendin, bile tha unë do vazhdoj të adhuroj Allahun, sa ai meriton të adhurohet, pa marr parasysh kum çon. Tha, o Musa, ai është prej të parëve që do hyjnë në xhennet, po unë desh aty të bëjnë të kuptosh se ka njerëz që më adhurojnë pa pazarllëk. Ka njerëz që më adhurojnë mu pa pazarllëk. Bile pazarllëku nuk e fusin, valla unë adhuroj Allahun, mos i të më shkoj puna në bar, po ama. Do hap zekatin e mos i të më shtohet. Vjet e dhash zekatin hiç shkoj puna në bar. Kështu pra. Kanë thonë hoxhallarët si të falish sabahin është i dobishëm për shëndetin, amo hiç unë s'ka lëvizte unë prap çashtu. I lodhët. Thonë ulemoja se agjërnimi të bën mirë, mu hiç se më ka as ku më humb killash, bile hiç kur gjë s'ka ndryshu. Kështu pra me pazarllëk. Kjo është pazarllëk i ulët. Pak më i lartë është pazarllëki atyre që duan ta fitojnë xhenetin dhe të shpëtojnë prej xhehenemit. Prapë ka emrin pazarllëk. Prapë ka emrin pazarllëk. Pa pazarllëk është ibadeti atij njeri që adhuron Allahun dhul xhelal me bindje se ai meriton të adhurohet dhe nuk i jep përparësi as vetvetes, as evladit, as pasuris, as shtëpis, as postit, as tregtis, as kujt si e përparësi. Në herë mas pari ka ta shoh. Këtë punë unë ta vej këtu në kandarin tim. A është razi Allahu dhul xhelal? Po. Kjo punë bëhet mbasi nuk e hidhroj Allahun. A më familja duan diçka kështu kanë qef. Kada. Ju keni qef, a më të unë ka edhe një rregullore tjetër. Këtë qefin e juaj ta vej në kandar. Ta shoh. A është Allahu razi? Ja më falni valla, ju doni ama Allahu s'don. Ju doni ama Allahu s'don. E unë nuk e bëj një punë për hir të askujt nëse i dhrohet Allahu dhul xhelal. Çiçi, kështu pra, kantari i jetës së tij, epshi vet, nefsi vet ja don diçka, ja lakmon diçka, me në receta di përpara tak, o nefs, o epshi im, ti takon dhe ta, ama Allahu nuk është razi, e unë nuk e hidhroj Allahun dhul xhelal. Kjo është qëllimi i dashurisë Allahu dhul xhelal, që të mos i jep përparësi as një gjësendi, as vetes vet, as këndjes vet, as epshit vet, as synit vet. Syni don të shikon në haram, veshi don të ndëgjon në haram, gjoja don të flet, ka qef kështu, se shejtani e lin me mjaltën e tij, ju e dini, ama ai e ndalën të gjitha dhe thot, veç unë me kusht, unë punoj me kusht. Çdo punë, çdo aktivitet, çdo lëvizje, çdo thonje, çdo heshtje e bëj me kusht. E para pik kjo është për mu kushti numër 1, kushti final. A është razi Allahu dhul xhelal? Si të është razi Allahu, s'ka problem. Si të hidrohet Allahu, s'ka mundësi. Pra si të është razi Allahu dhul xhelal, s'ka problem. Si të hidrohet Allahu, s'ka mundësi dhe ajo punë nuk bëhet nëse Allahu hidrohet. E çeki njeri e don Allahu dhul xhelal dhe këto e don Allahu dhul xhelal. E ato që e don Allahu dhul xhelal, miqde se ai ka shpëtu në dunjë dhe ka fitu në ahiret xhennetul firdausin inshallah. Lusim Allahu dhul xhelal. Mu ashtu ai si na don neve, nas mund ta dom Allahun, ai na don neve shumë, pa mos, po ne të mundohemi ta duam Allahun dhul xhelal bere në ato normat që ai kërkon, farzet të zbatojmë, nga haramet të largohemi dhe të ikim, dhe ato të cilat punë i don Allahu dhul xhelal të mundohemi të zbatojmë, ato që si don Allahu të mundohemi të shmangim dhe të largohemi, dhe me këto inshallah ta fitojmë razillëkun e Allahu dhul xhelal. Kur ta fitojmë razillëkun e Allahu dhul xhelal, e kemi garantuar jetën e lumtur në dunjë dhe në ahiret, dhe kemi merituar inshallah xhennetul firdausin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.
يا شفيع العالمين. Në sytë e tu nuk pati gjumë, çdo natë me lutje kalove. Ty dhe mretni tu në shtrun, pa drejtësi ti e luftove. Ti ishe